përzemës ministër I arsimit në Maqedoninë e Veriut, e na lajmëron drejt për drejt nga Shkupi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje për juve dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovës. Ju faleminderit për ftesën. Me kënaqësi sigurisht. Zoti Sulejmani, pra arsimi mbetet një nga shtyllat më të rëndësishme të zhvillimit të një shoqërie, ndërsa reformat në këtë sektor janë vazhdimisht në fokus të institucioneve, por edhe të qytetarëve në përgjithësi. Nëse mund të na tregoni fillimisht cilat janë ato prioritetet kryesore të Ministrisë së Arsimit për këtë vit? Ashtu sikur se cekët edhe qeveria e jonë ka vlerësuar arsimin si një prej prioriteteve kryesore dhe atë dhe jemi duke treguar, duke vendosur edhe si një prej shtyllave kryesore të programit qeveritar 4 vjeçar. Ata punët kryesore ose prioritetet kryesore të cilët I kemi ne si Ministri I Arsimit për këtë mandat, padyshim se janë përmirësimi I kushteve fillimisht në për të gjitha objektet shkollore, sepse ende kemi shkolla të cilët realisht duhet të përmirësojnë kushtet e tyre. Është gjithashtu reformat e ndryshme që po mundohemi të bëjmë në për programet mësimore, reforma gjithashtu në aspekt teknologjisë ose fuqjes së teknologjisë, inteligjencës artificiale në sistemin ton arsimor, një prej reformave shumë të rëndësishme të cilën jemi duke zhvilluar për momentin që është në proces është reforma në arsimin e lartë, përmes të cilës reform do të bëjmë ndryshimin e 3 ligjeve, domethënë ligjet për arsimin e lartë, ligjet për rritjen e cilësisë në arsimin e lartë dhe ligjet për hulumtime shkencore. Këtu në këtë reform vetëm se po punohet gati 1 vjet e gjysmë dhe tash këto 3 projekt ligje kanë arritur në Parlamentin e Republikës Maqedonisë Veriut duke I kaluar komisionet e parapara dhe tash këto ligje gjenden në seancë plenare ku do të diskutohen tash edhe nga ana e deputetëve, po edhe do të propozohen edhe amandamente në rast se deputetët mendojnë se duhet ndryshojnë diçka nga ajo që kemi propozuar ne si Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Gjithashtu disa ndryshime vetëm se I kemi bërë që kanë të bëjnë me arsimin profesional. Kjo në kupton që kemi vërejtur një farloj mos lidhje të mirë mes sistemit arsimor dhe tregut të punës dhe në këtë drejtim po punojmë vite me radhë që të kemi një lidhje sa më të mirë që pastaj momentin që nxënësit e kryen shkollën e mesme profesionale, me njëherë të jenë në gjendje të kyçen në tregun e punës, po të njëjtën e kemi bërë edhe me këto ndryshimet në ligjin për arsimin e lartë, edhe këtu kemi bërë një tentativë për ta ndërlidhur arsimin e lartë gjithashtu me tregun e punës. Më thonë, jemi në disa ndërhyrje në sistemin ton arsimor, që ka të bëjë me strategjinë arsimore, të cilën e kemi sjellur në vitin 2025, dhe më thonë strategjia arsimore do ka periudhën prej vitit 2026 deri në vitin 2032, dhe gjithë të që I përmenda janë edhe pjesë e strategjisë, disa prej tyre jemi në fazën finale për të realizuar, siç është reforma në arsimin e lartë, kurse me të tjerat në mënyrë të vazhdueshme po merremi dhe do të merremi deri në fund të mandatit. Mirë, në fakt ju e bot realisht në këtë përgjigje një përmbledhje të asaj që jeni duke bërë në disa, si më thonë, në disa fusha paralelisht, por kur flasim për problemet kryesore që duhet të marrin një zgjidhje urgjente, a keni parasysh të cilat janë ato, pra që kërkojnë një emergjencë në veprim? Po, si probleme kryesore me të cilët po përballemi janë definitivisht e para kisha thënë një cilësi e ulët në arsim. Këtë e tregojnë edhe rezultatet e dobta që çdo vit shfaqin nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në testin PISA. Dhe në këtë drejtim për ta përmirësuar këtë gjendje ne vetëm se po intervenojmë duke bërë metoda, duke tentuar që ta tejkalojmë atë metodën tradicionale të mësimdhënies, duke zhvilluar kurrikula
të ndryshme të cilët do t'i mundsojnë nxënësve që më mirë ta përballin materialin mësimor dhe të zhvillojnë atë mendimin kritik, sepse kemi problem këto testet PISA tregojnë se nxënësit kanë probleme elementare ku hasin në vështirësi në lexim, matematik, shkencë e kështu me radhë. Një problem tjetër është mëspërputhja që e përmenda mes tregut të punës dhe sistemit arsimor. Dhe kjo pastaj na shfaq probleme në rritjen e papunësisë, në mungesën e fuqisë punëtore për disa profile të caktuara, sipas një statistike zyrtare, diku afër 10.000 vende pune janë të lira për shkak se mungojnë profile të caktuara nga këto drejtime. Dhe do me thonë në këtë aspekt po punojmë edhe në, siç e theka më herët, edhe në ndryshimet e ligjit për arsimin e lartë, ku po mundohemi ta lidhim edhe të arsimin mesëm edhe ta i lartë, ta lidhim programet mësimore me tregun e punës, përmes të cilëve intervenime do të mundsojmë që vendet e punës përmes profileve të ndryshme të nzihen më shpejt dhe kjo do të ndikonte normalisht edhe në uljen e papunësisë, po edhe në rritjen e zhvillimit ekonomik të vendit. Një tjetër problem është në raste të caktuara, jo në të gjitha shkollat, po kemi shkolla të cilat nuk janë në gjendje të mirë infrastrukturore, në vazhdimsi po punojmë në këtë drejtim, vetëm për 2 vitet e fundit për përmirësimin e kushteve infrastrukturore, qeveria ka investuar diku rreth 70 milion euro. Edhe për ndërtimin e shkollave të reja, diku janë në proces të ndërtimit 10 shkolla të reja. Në aspekt arsimi shqip e kisha veçuar këtu ndërtimin e shkollës mesme Sami Frashëri në Kumanove, cila pret për ndërtim mbi 20 vite dhe është në fazën finale të ndërtimit. Janë ndërtuar dhe renovuar salla sportive, që janë pjesë e shkollave fillore dhe të mesme, edhe një intervenim shumë i rëndësishëm në infrastrukturë që po bëhet është renovimi i konvikteve studentore, sepse nga ajo që kemi parë, kushtet të cilët i kanë këto konvikte nuk janë shumë të mira. Një problem tjetër që e kisha veçuar në këtë rast është që është lajmëruar kohëve të fundit, disi më shumë, është bullizmi dhe dhuna nëpër shkolla. Kemi pasur kohëve të fundit disa raste të tilla dhe ne si Ministri i Arsimit kemi intervenuar menjëherë duke bërë ndryshimin në ligjin për arsimin fillor dhe të mesëm, me të cilin ndryshim kemi vendosur masa sankcionuese ose gjoba për prindërit fëmijët të cilëve shkaktojnë bullizëm ose dhunë në shkolla. Ky ndryshim ligjor është në procedurë parlamentare dhe mendoj që do të hyjë në fuqi prej shtatorit, me të cilën mendoj se do të ndikojmë në dukshëm në zvoglimin e këtyre rasteve dhe minimizimin e tyre. Është diskutuar shumë edhe për pabarazinë në cilësinë e arsimit mes nxënësve shqiptare dhe Maqedonas. Cilat janë ato faktet reale? A ka sot barazinë në cilësinë e arsimit mes nxënësve shqiptarë dhe atyre Maqedonas? Në këtë rast, politikat të cilat i prodhon Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk janë politikat të cilat bëjnë ndarje të tilla etnike. Kjo është ajo që ka mundur ta shoh edhe brenda ministrisë, ku gjendem edhe vetë në funksionin e zëvendësministrit. Nëse ka ndonjë diskrepancë të tillë, mund të them se është faji i strukturave udhëhecëse të Ministrisë së Arsimit në të kaluarën, sepse duhet patjetër ta cek në 20 vitet e fundit, në 70% ndoshta të rasteve, Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës e kanë udhëhequr kuadrë shqiptare. Edhe fatkeqësisht tu nuk është çështja se janë bërë ndarje etnike, po për shkak të politikave të gabuara, kisha thënë thjesht nuk kemi arritur të ndërtojmë një sistem arsimor i cili do të prodhonte vlera, shtesë, i cili do të krijonte zhvillim dhe kështu me radhë. Edhe nëse ka një diskrepancë të tillë, fajin e kanë vetë udhëhecësit e Ministrisë së Arsimit shqiptar, të cilët në shumicën e kohës kanë menaxhuar me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, dhe më shumë këtë
dallim, ndoshta do të mund ta vërenim në aspekt të infrastrukturës. Më thonë, për kushtet ekziston një farë dallimi në kushtet e objekteve të shkollave me mësim në gjuhën shqipe dhe me mësim në gjuhën maqedonase, mirë po nuk është ndonjë dallim i madh. Domethënë kemi nevojë këtu për intervenime të tilla dhe ne në vazhdimsi jemi duke punuar në këtë drejtim. Fatkeqësisht, për shkak të politikave të gabuara arsimore, shumë vjeçare, sepse janë bërë shumë eksperimente, nuk ka pasur programe të qëndrueshme, janë ndryshuar shumë shpesh programet mësimore dhe kjo normal që nuk prodhon stabilitet. Dhe për këtë arsye ne tash jemi duke vërejtur një rënje edhe të interesit të nxënësve për mësim, po edhe të interesi edhe rënje të kualitetit, që dëshmojnë edhe testimet ndërkombëtare, siç është testi PISA. Dhe fatkeqësisht unë kisha thënë që më shumë vetë jemi fajtor në këtë drejtim se sa që na e ka fajin tjetërkush. Në 2 vitet e fundit, përse ka ndryshuar qeverisja, po mundohemi që në mënyrë të vazhdueshme të prodhojmë politika përmes të cilave do të ngrisim cilësinë në arsim, do të përmirësojmë kushtet në infrastrukturë, do të bëjmë intervenime për të kyçur teknologjinë në arsim, inteligjencën artificiale. Do të thonë, po mundohemi të realizojmë këtë strategjinë që mos të ekzistojnë as diskrepanca ndërmjet zhvillimit të mësimit në gjuhën shqipe dhe në gjuhën maqedone, po edhe në përgjithësi për të ndikuar në rritjen e kualitetit të arsimit në përgjithësi. Mirë, kur jemi tek kjo të rritja kualitetit, sigurisht pjesë përbërëse e saj edhe më e rëndësishme mbase është edhe kurikula, janë edhe tekstet shkollore, ku shpeshherë është thënë që ka problem në përmbajtjen e atyre teksteve shkollore. Si janë sot tekstet mësimore me të cilat mësojnë pra nxënësit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, edhe si më sa të përafërta për shembull janë ato me nuk e di, me tekstet e Shqipërisë ose të Kosovës. Ta zëm, nuk e di, tekstet e historisë, tekstet e gjeografisë, tekstet e disa lëndëve që janë pak më specifike. Në të kaluarën, realisht në përgjithësi ka pasur probleme me tekstet shkollore, të cilët nuk kanë arritur të shpërndahen me kohë dhe shumë shpesh ka ndodhur që nxënësit e kanë filluar vitin pa tekste shkollore. Kjo dukuri është eliminuar 2 vitet e fundit, domethënë me qeverisjen e re, tekstet shkollore, fëmijët ose nxënësit i marrin prej 1 shtatori dhe nuk ka probleme të tilla, domethënë është një problematikë që e kemi menaxhuar mirë dhe kemi arritur ta eliminojmë si të tillë. Sa i përket ngjashmërive të teksteve shkollore, domethënë nuk janë të ngjashme definitivisht, mirë po, në lëndët të cilët i përmendët edhe ju, domethënë për historinë shqiptare janë të integruara në sa i përket historisë, janë të integruara në tekstet shkollore, mirë po mësohen edhe pjesë të tjera të historisë, domethënë nuk është vetëm historia shqiptare këtu që mësohet, po mësohet historia në përgjithësi, mirë po një pjesë e konsiderueshme e librit ka të bëjë edhe me historinë e shqiptarëve. Kemi pasur raste ku ka pasur edhe disa lëshime, kisha thonë teknike, ose gabime teknike të librave, për shembull ishte vjet rasti ku u cilësua Kosova me titullin nënçmues Kosova dhe Metohia, intervenuan me një herë aty dhe u largua si problematik. Mirë po këto janë më shumë raste ose të probleme të natyrës teknike. Unë në këtë drejtim kam biseduar edhe me shërbimin pedagogjik që është ajo i cila i zbaton procedurat e botimit të librave dhe domethënë jemi në koordinim dhe kontakt të vazhdueshëm që problemet të tilla të mos ndodhin. Ajo ndoshta kisha thënë si objektiv do ishte angazhimi ynë që në të ardhmen të mundohemi që abetaren kombëtare ta integrojmë në sistemin ton arsimor dhe kjo është diçka në të cilën ne do të mundohemi të punojmë. Për arsye se të gjithë flasim të njëjtën gjuhë, domethënë gjuhën shqipe, dhe mendoj që do të ishte e logjikshme që nxënësit edhe të Kosovës, edhe Shqipërisë, po të Maqedonisë së Veriut, nxënësit shqiptar, ta mësojnë abetaren kombëtare njëjtë, sikur në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri. Mirë, son nxënës shqiptarë kemi përgjithsisht pra në sistemin arsimor në Maqedoni, a ka një, po më sigurisht ka, po mund na thoni këto statistikë në arsimin fillor dhe të mesëm?
Më duke që nuk ka dëgju. Apo dëgjon tani? Tash po. Okej. Jo, po thosha, sa është numri nxënësve shqiptar në sistemin arsimor në Maqedoninë e Veriut, pra në arsimin fillor dhe atë të mesëm? Nuk kam një statistikë të tillë për Ju momentin. keni numrin e përgjithshëm, jo në ndarje kështu etnike. Po, nuk kam marrë dhe një informat të tillë, po kur jemi te numri nxënësve, fatkeqësisht po përballemi me një problem Emigrimi, po. në këtë aspekt që ka të bëjë me zvogëlimin e vazhdueshëm vit pas viti të numrit të nxënësve dhe si rezultat i kësaj dukurie dhe problematike ne tash jemi në procedurë të optimizimit të paraleleve, sepse kemi një rast ku numri nxënësve është duke u zvogëluar në vazhdimsi, kurse numri mësimdhënësve ka mbetur i njëjtë edhe është rritur në disa raste, dhe tash mjetët që shpërndahen për arsim në përgjithësi, shumica e tyre shkojnë për paga të mësimdhënësve dhe shumë pak për tyre mbeten për zhvillimin e shkollave. Dhe në këtë rast tash jemi në procedurë të optimizimit të paraleleve, për shembull, në rast se ka ndonjë paralele me 5 nxënës, e optimizojmë me një paralele tjetër ku 2 bëjmë bashkë dhe krijohet një paralele me 10 nxënës. Kjo në kupton që do të na sjellë edhe gradualisht deri te zvogëlimi i numrit të mësimdhënësve, që në kupton që do të na mbesen pastaj mjete me shumë më të madhe financiare për të investuar në për shkolla. Kjo i bie që nuk ka mungesë të mësuesve në gjuhën shqipe. Jo, nuk ka diçka të tillë, ndoshta për lëndë të caktuara ka një farë deficiti. Për shembull, kisha thënë mësimdhënësit në matematikë është më vështirë të gjenden, mësimdhënësit në kimi, fizik, janë domethënë disa lëndë për të cilët nuk ka interesim nga ana e studentëve që të studiojnë këto profile, edhe pse Ministria e Arsimit dhe Shkencës në vazhdimsi jep bursa për studentët të cilët i kapin këto drejtime, sepse e kemi vërejtur që ekziston një mungesë e profileve të tilla. Fatkeqësisht ende nuk kemi arritur të nxisim një interes të mjaftueshëm që studentët ose nxënësit e shkollave të mesme kur ju qasen studimeve të zgjedhin këto drejtime të caktuara. Unë mendoj që kjo do të jetë një problematikë në të ardhmen, sepse nëse nuk ka interes për studiuar të drejtime, ajo do të na shfaqet pastaj si problematikë për mungesë të profileve të tilla, të një kuadri të tillë mësimdhënës. Kurse sa i përket mësimit fillor prej klasës parë deri në të pesën, nuk kemi problem me kuadro, ka mësimdhënës të profileve të tilla. Mirë, zotë zëvendës ministre, flasim pak edhe për arsimin e lartë, sigurisht për studimet që mund të bëhen në gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut, edhe atë në disa drejtime, në disa profile, e dim që ka sigurisht edhe student nga Kosova, nuk e di nëse ka nga Shqipëria, besoj mund të ketë që vinë studiojnë në universitetin ose të Tetovës ose të Shtulit, pra edhe lehtësisht mund të përfundojnë studimet atje. Sa jeni të kënaqur realisht me studimet e larta në universitetet shqiptare në Maqedoninë e Veriut? Në përgjithësi, jërësisht e thash fillim që jemi nënshtruar edhe reformave në arsimin e lartë për arsye të pakënaqësive që kemi këto vitet e fundit. Domethënë kemi vërejtur se ka nevojë për të intervenuar në arsimin e lartë. Ne tash kemi jo vetëm ato që i përmendët ju, po e kemi edhe një universitet, domethënë Universitetin e Nën Terezës. Po. Domethënë janë 3 universitete me mësim në gjuhën shqipe. Mirë po në përgjithësi me përjashtime të caktuara, niveli i universiteteve tona nuk është ai i dëshiruar. Dhe për këtë arsye, Ministria e Arsimit dhe Shkencës një për prioriteteve kryesore ka vendosur reformat në arsimin e lartë, ku siç e ceka më herët, tash vetëm se jemi ka fundi i realizimit këtyre reformave duke bërë ndryshime në 3 ligje. Me hyrjen në fuqi të këtyre 3 ligjeve, padyshim se do të ndikohet në përmirësimin e cilësisë në arsimin e lartë, sepse kemi intervenuar në shumë aspekte, edhe në aspektin e thirrjeve të profesorëve. Tash profesorët të cilët do të marrin thirrje do duhet patjetër që të botojnë punime shkencore në revista
prestigjioze, për shembull, kjo është një ndryshim që nuk ka qenë më herët. Në ligjineri kemi intervenuar edhe në rritjen e të drejtave të studentëve. Në ligjineri gjithashtu kemi intervenuar edhe në aspektin e financimit të universiteteve, do me thonë tash do të ketë brenda ligjit një komponent përmes të cilës ata universitetet të cilat do të kenë performancë më të mirë në vitin e ardhshëm do të kenë më shumë mjete financiare, që mendoj se do t'i nxjisë universitetet që të arrisin performancën e tyre. Kur jemi te arsimi ose universitetet në gjuhën shqipe, kemi nevojë edhe këtu për ndërhyrje, mirë po mendoj që jo ndërhyrje shtetit, sepse e dim gjithë se universitetet e kanë autonominë e tyre, po përmes ligjeve, ne mendojmë se do të ndikojmë pozitivisht në rritjen e cilësisë. Sa i përket investimeve, do duhet patjetër ta cek se në këtë qeverisje është marrë vendimi për të ndërtuar kampusin e Universitetit Nën Tereza. Isha thënë një projekt historik për arsimin e lartë shqip, sepse ky projekt ka vlerën mbi 45 milion eurove. Asnjëherë kaq shumë para, domethënë nuk janë investuar në arsimin e lartë shqip dhe kjo po ndodh për herë të parë në shtetin tonë, që mendoj që është një vendim për ta përshëndetur. Dhe punimet në kampusin universitar të Universitetit Nën Tereza do të zhvillohen në 5 vite të ardhshme, domethënë projekti pritet të përfundojë pas 5 viteve, me të cilin projekt ne mendojmë se do t'ju sigurojmë studentëve kushte jashtëzakonisht të mira me standarde evropiane, që ato të ndërtohen si personalitete edhe si profile të ndryshme akademike. Mendoj që kjo është një arritje mjaft e madhe, po edhe me ndryshimet në arsimin e lartë, mendoj që do të ndikojmë dukshëm edhe në rritjen e cilësisë në arsimin e lartë, përfshi këtu edhe universitetet me mësim në gjuhën shqipe. Një ndër problemet që diskutohet shumë, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë, gjithashtu edhe në Shqipëri, është emigrimi i të rinjeve. Në fakt... Nuk po ju ndëgjojmë falë. Apo më dëgjon tani? Jo ka diçka probleme. Okej, që po të presim pak derisa të Po rregullohet. besoj rregullohet ndërkohë, Nuk di nëse po na dëgjoni, zoti zëvendës ministër. Është në rregull? Diçka më mirë. Është më mirë tash, okej. Diçka më mirë. E kemi diskutuar edhe me Agronin që të rinjët po ikin nga Kosova, nga Shqipëria, me të njëjtin problem përballet edhe Maqedonia e Veriut. Në fakt, çfarë duhet apo çfarë kushtesh, çfarë stili të jetesës duhet të ofrojë Maqedonia e Veriut në mënyrë që t'i mbaj afër të rinjët edhe mos ta lëm vendin? Kjo ndoshta është problemi kryesor që e kemi jo vetëm ne si shtet, po kisha thënë të gjithë shtetet e Ballkanit Perëndimor. Dhe arsyeja pse ikin të rinjët janë dallimi i dukshëm në kushtet e përgjithshme që i ofrojnë vendet e tona dhe vendet e Bashkimit Evropian. Vonë ka shumë faktorë të cilët i shtin të rinjët që ta kërkojnë fatin e tyre dhe ta ndërtojnë karrierën e tyre në vendet e Bashkimit Evropian. Nuk është as vetëm ekonomia, normal kushtet ekonomike ndikojnë. Do me thonë vështirësitë për të gjetur vend të caktuar të punës. Jo që nuk ka vende punë në Maqedoni, e përmend edhe më herët, për shembull ka diku 10.000 vende të lira të punës të cilët nuk mund të plotësohen për shkak se nuk kemi kuadra të tilla. Mirë po, qasja për në tregun e punës disi është e vështirësuar. Unë kisha thënë një problem shumë i theksuar është edhe sistemi i drejtësisë, sepse jo vetëm arsyet ekonomike janë shkas për të larguar dhe për ta lëshuar vendingjen, vonë janë grumbulluar shumë çështje, shumë politika të gabuara shtetërore ndër vite, dhe të rinjët thjesht e kanë humbur besimin se mund të kenë një perspektivë në vendingjen e tyre dhe për këtë arsye kanë zgjedhur rrugën për të emigruar në vendet e Bashkimit Evropian, ku definitivisht mundësit janë dukshëm më të mëdha se sa në për vendet e tona. Ne vetëm se kemi filluar politika të caktuara, të cilët kanë të bëjnë me tentativën për t'i mbajtur të rinjët këtu, për shembull në aspekt arsimor, me ndryshimet në ligjin për arsimin e lartë, studentët më të mirë, më të talentuar, të cilët tregojnë rezultatet gjatë studimeve të tyre,
do të munden me njëherë të punësohen në për institucionet e arsimit të lartë. Në thonë do të kemë përparësi në punësim. Gjithashtu do të ketë intervenime edhe në ligjet që kanë të bëjnë me punësimet, ku një prej kushteve kryesore për të punësuar në administrat, definitivisht do të jetë aftësia të cilën do ta kenë kandidatët, sepse kisha thënë edhe një prej arsyeve që të rinjët nuk e shohin armërinë e tyre këtu, është se kanë një farloj ndjenje se gjithçka është e partizuar. Me thonë nuk mund të arrish në një vend të caktuar punë pa qenë antar një partie politike, dhe në këtë drejtim ne në vazhdimsi po mundohemi që t'i menjajnojmë këto pengesa për ta krijuar bindjen tek të rinjët se kanë ndryshuar sendet, nuk janë si më parë dhe tash mund ta shohim perspektivën e tyre në vendet tona. Po ashtu në aspekt të reformave ekonomike kemi ofruar ose kemi siguruar mjete financiare në të cilët të rinjët mund të aplikojnë dhe të hapin bizneset të reja. Më thonë është një program vjetor që zhvillohet nga ana e Ministrisë së Ekonomisë, në i cili program dikush me vlerë mbi 50 milion euro, të cilët janë të dedikuara për të rinjët, të cilët hapin biznese në vendin tonë. Po mundohemi përmes politikave të ndryshojmë në qasjen ose krijimin e perceptimit se vendi jonë po ndryshon dhe të rinjtë mund ta shohin armërinë e tyre këtu në vendin e tyre. Edhe me të drejtë ju e thatë që ky është një problem jo veç i Maqedonisë së Veriut, sidomos i shqiptarëve që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, i shqiptarëve përgjithsisht edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, po edhe i krejt Ballkanit apo jo në paka shumë aty jemi. Zoti Sulejmani ju presin në studio, sigurisht për të folur edhe për tema të tjera specifike. Faleminderit shumë për kohën sot dhe po urojmë që sigurisht shqiptarët e Maqedonisë të kenë një përmirësim të jetës në të gjitha porët, në Maqedoni edhe gjithandej ku do jetojnë. Ju falenderit shumë edhe juve. Ne gjithmonë jemi të gatshëm për bashkëpunim, sidomos me shtetin e Kosovës, kemi raporte të shkëlqyera. Unë kam pas takim edhe me ambasadorin e Republikës së Kosovës, shkëlqësinë e tij zotrin Qehaja, dhe kemi diskutuar për bashkëpunimet e mundshme në sferën e arsimit dhe pres që ky bashkëpunim të thellohet edhe më shumë. Për ndryshe s'ka kuptim. Faleminderit shumë. Faleminderit e disbardh. Bashkëpunimi është i natyrshëm. Ashtu. Faleminderit. Faleminderit juve.